Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë natyrale me vetëm një përbërs. Ai përbërs është kofja. Tash nuk do më thonë që veç qëtë lloj të kofes që e pijun, do më thonë që mundeni me konsumu çdo lloj të kofes. Shumë motra kanë cek tek dieta që nuk po pinë shumë ujë me vezë, njeri po bëhem kaps. Ajo dihet se kaps bëni kur s'pini ujë. Çka bëni? Në tesull, bismillah, kur zgjuani pini 1-2 kafe, një mas njëmës. Qëtë kafe e përdori unë gjithmonë, e ju mundeni kafe turke, kafe çfarë ju e përdanit automatit, çfarë ju e pini. Pra, vetëm pa sheqer edhe pa qumsht. Me njëre keni mu shliru. Provani edhe bindeni vetë me të vërtet. Jo thuni kafja nuk është e shëndetshme. Kafja është shumë e shëndetshme, më konë që nuk është e shëndetshme, nuk rënojnë ta Gjermën carat me ka 96 vjetë se pinë ton ditën kafe të zezë. Çka nuk është e shëndetshme, pijet energjike që i pimë ne shqiptarët, ka 10 ditë tani zemra, bum, në spital. Vesh përbëj një me neve tashti dhe me Gjermënt një dallim. Qysh jem na e qysh jem ta. Provani motrat e dashura prontesën, kanë 2 kafe pini, ose ka një kafe që shdoni, edhe shefni s'keni më pas probleme kapslakun. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia, ujë sa më shumë me pi mos harroni, e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pofshim.